Vazhdo. Çfarë? Vëm që hapin. Oh, guys, ç'kemi? Ç'a bëra në fshat? Vëm që hapje me video. E vlogut. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithë. Mirë se erdhët në kanalin tim. Edhe tani do le Amarin do këtu me çunit, se goca është në Samaro. Do bëjmë një dy psonisje për shtëpinë. E tham të hapni vlogun kështu ndryshe me babën. Jam e mërzitur me ty. Ti nuk më ke gjanë mua. Ti nuk më puç mua. Për kjo nuk më puç fare. Ke gjanë mamin. Ma këpu dhe vesh. Me familje. Ardi nuk më ka gjanë, guys. Ardi nuk më puç. Mami ka 2 net që rizgjuar me Ardi se ka temperatur. Tani jemi mirë. Qa të ka mamit? Sire. Tete? Pit. Tete? Tata. Mamit ka birë. Mami tata. Ka ti tata? Si. Qa tata? Papa. Papa. Papi. 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 Në flim që kënani tani. Ciao, guys. Ciao, babi. Ej! Ciao, babi. Ej! Si gjithmonë, xhira jonë e përditshme pothuajse nga deti dhe një outfit i jeshil sot. Amarili si është nga njerëzit Amarildos. Edhe ne do nxjerrëm pak Arlin nga që ka qenë smur. Ndaj edhe unë nuk kam qenë aktive, ndaj edhe unë i kam syt kështu të lodhur dhe jam pa make-up dhe s'kam pik takati, thjesht për fëmijët bëhet gjithçka. Kemi dalë shumë madje në thjeshtësia. Edhe jam shumë e lodhur, se që shikoni, kam okjaje për gjumë. Por si që thash, Arli ka qenë pa qef, 2 net, pa gjumë. Edhe sot që Amaril do marrovi herët, unë pata ca xhiro për punën e Amarli, për linjën time, dhe së shpejti keni parfumet, jo së shpejti, por kush do që t'i ordinojnë, le të më thojnë, por që do t'i lançoj mendoj nga agushti. Do kemi diku tek 5 fragranca, do filloj me 2 dhe do arrim deri tek 5. Do kemi një video ku do dalë dhe do i pyes njerëzve rastësisht në rrugë kush nga fragrancat i pëlqejnë, do zgjedh emrat për t'ja vendosur parfumeve. Edhe po, Arlin e kemi pasur 2. A jet? Ike ma. Burri pas ka mendje të keqe sot. Do shka t'hakem njerë. Edhe po thosha që Arli ka qenë smur, do kam ndetur 2 net pa gjumë njerëz, të dielën në darket, të hënën në darket,
Edhe sot ka qenë pak më mirë dhe tham ta nxjerrim çik se dhe mbyllja në shtëpi nuk është një shenjë e mirë. Sho. Dhe ndërkohë perëndimi sot është shumë i qetë. Këtu janë lodrat ku mendojmë se do të çojmë Arlin. Edhe po, donte të vinte të Amarilisi, po Amarilisi don 100 gjëra me një ditë. Dhe si përfundim njerëz, pa e planifikuar ç'a bën Amarildo si gjithmonë. Do hajmë këtu te ky kioska këtu që bën pjadina. Është vend shumë i bukur, sepse ka dhe lodra këtu. Është shumë cute dhe perëndimi është i bukur. Edhe unë këtu njerëz, mos ma vini veshën sot sepse jam me 2 ditë, 2 net pa gjumë. Okej, nuk isha volja as lysh, as një sepse thjesht duhet bëj një dush kur të kthehem. Edhe po, siç e dini unë dal edhe kështu, thjesht pa filtra, siç jam në të vërtetë. Ka ditë edhe kështu, nuk janë gjitha ditët bukura, të lyera, të pispillosura, ka dhe ditë pa gjumë. Kështu është kur je familjare me fëmijë. Që kështu në këtë mënyrë ju bëjmë edhe ju të ndjeni disi në shtëpinë tuaj kur shikoni vlogjet e mia me hallë me probleme. Jo gjitha vloget janë bukura dhe çdo gjë që publikohet në rrjetet sociale duket wow. Ka hallë, ka probleme, ka sakrifica, ka luftë. Sa shumë gjëra tjera që nuk duken, por askush nuk zgjedh që t'i publikojnë sepse gjithë njerëzit kanë hallë dhe nuk duam t'ju mërzisim dhe me hallet tone, që kështu përpiqemi të ndajmë gjëra të bukura të bashkë. E rëndësishme është që Arli tani nuk ka më temperaturë. Edhe e nxorrëm pak se 2 ditë e 2 net vetëm mbyllën shtëpi. E kemi pasur te pediatri dhe na tha që është një viroz e momentit, ka plot fëmijë që i ka ndodhur njëjta gjë. Edhe kështu njerëz, tani do shijojmë pak darkën dhe normalisht do ju marrim dhe ju në disa fragmente bashkë me ne. Edhe këtu është Arli tani shkollos. Po va dit lulet. Ta mbushim në babën e proces. Duken kështu? Duken të mira, po se di. Qa janë ato ma? E i fori? E të e me foqkla. Bingo ti. Bingo te. Hi guys, neve u kthevëm nga deti, unë bëra një dush, sistemova 1-2 gjëra që kisha për sistemuar të lavamani, të kuzhina, edhe Arli, e dini ju qa bëri Arli? Arli e ngri pjadina me mamin me babin, pivi Fanta, dhe pastaj e bëri bëri një ruto, një goksim, ky majalino vogël to. Edhe njerëz erdhëm në shtëpi, u kënaqëm, unë dhe Arli kishim 48 orë pa e parë dritën e diellit, kur Arli ishte smur, ndejtëm të shtëpia mbyllur.
Dhe shqyr zotit është mirë. I ka ikë temperatura edhe pa. Pici. Edhe shqyr zotit që si kam hequr akoma gjoksin se ndihmon shumë kur merr këto virozat kështu. Është antibiotik më vete. Edhe më tha pediatri akoma nuk e ke hekur. Jo, thashun brava, tha. Thashun pse t'ja hek. Ku ka si shumë shinënës. Ai sa brava, ke shumë durim. Thashun po na ikën e një durimi, po prapë i thrasim. Dhe o durim, hajde këture. Çfarë do bëjmë? Ta sjellin këta durimin. Ta sjell ky rrit i vogël durimin. Çka ka brande, ka shkundur atë. Jastikon. Gjithsesi, kaluam shumë mirë njerëz. Unë kisha bler pjadina, siç e pat, që shkova tek Tigo ta mora disa gjëra, jo panolina, por shkova pastaj edhe tek Aoja. Dhe mora 1-2 pjadina se kisha menduar që të hanim pjadinën për darkë. Por kur dolëm ande pastaj, më tha burri, hajde provojmë një pjadina te kjo kiosko këtu. Thashë, po si dush. Por që se kisha fare në plan ose idenë që do hanim jashtë, domethënë, as që su pispilosa ose avash mami. As që su pispilosa ose rrugullova, ndaj ashtu se isha aq e lodhur. Pastaj dua të jem sa më shumë transparente me ju. Edhe dua që t'ju tregoj nesër, por nuk harrova se çfarë bleva te vlogu kaluar. Gjithsesi këtë t-shirtin që kam veshur dhe atë tjetrën që është me që kam hedhur te video e kaluar me një cheesecake këtu. Edhe disa pantallona që kam veshur kur i kam det. Gjithsesi do t'ju tregoj nesër gjitha, po nuk harrova, po harrova ma bën një allall. Gjithsesi dua t'ju them që mendoj nga fillimi i gushtit do lançojmë parfumat. Do lançojmë parfumet e Amarli. Dhe një nga parfumet, po ju bëj një spoiler, një nga parfumet do ketë emrin Arli. Kush do marrim parfumin Arli? Një nga parfumet do ketë emrin Arli. Gabim. Baba Mari do është lodhur shumë. Edhe po flen gjumë. Kurse unë dhe Maçoku jo. Amarili si është me Kamila. Edhe kështu. Është gabim. Nuk të kanë gjanë gajsat pastaj. Sani, che brutto ragazzo. Tak pus far. Edhe kështu njerëz. Ta qetësojmë çik. Aja. Good morning people. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes me Arlin që s'më lë rehat. Mirëmëngjes. Urzove. Mirëmëngjes. Këtu kemi disa porosi që tani do t'ju tregoj. Të pambyllura se klientët vazhdojnë dhe më kërkojnë gjëra dhe unë jam shumë e lumtur, por tani e hapa kamerën se mbarova së bëri drekën, domethënë e kam vënë fund. Dhe guys, është ora 12:30, se di më eksaktësisht, por ka ardhur Amarildo. Dhe kur vjen Amarildo në shtëpi, unë jam e tëra, njerëz. Është momenti më i bukur kur vjen Amarildo në shtëpi. Dhe Arli që na vret mizat. Shiko? Sa mizat ke vrarë deri tani? 2. No, shumë. 4. Si. Babi thot 4. Shumë. 2 ti, 2 babi. Si. Bravo. Edhe pa. Dajs. Kemi këtë që vret miza. Si. Edhe po i vret çuni. Çuni më është bravo. Pa thoj një çik çuni tim bravo tek komentet. Bravo Arli që vret mizat. Bravo çuni mami që është bërë burr. Që vdek shumë për ty. Dhe atje kemi dritën e shtëpisë. I bukur jetës time. Të dua shumë atë dritë. Që bëha buk. O gajsa, t'ju tregoj pak edhe domaten time të dashur që unë e kam mbjell pa dashje. Domethënë ishte një gabim i bukur ky. E shikoni njerëz që gabimet nuk janë sa herë gabim për keq, janë dhe për mirë. Duke shkundur mbulesën nga atje lart, hopa ra fare domates këtu
Dhe tani u bërë me vresht. Që Amarilda më thot mua jo kështu, po shkon të qande, po shkon të këtë. Tash e kemi të këtë bulmet këtu, që shtuet, të këtë bereqet, se thash bulmet. Okej. Edhe ta vadisim në qikë se. Mashallah, as është përkatur, as i gjë, natyra është më e bukur dhe më e fortë se çdo gjë. Prandaj dhe unë ju them që rrini sa më natyral o njerëz, se nuk ka gjë më të bukur kur jeni vetvetja dhe natyral. Urdhra. Jo po domate me gjylpëra, jo po me helme, jo po asi gjë, ja. Ja ku e keni domaten time, full, me kokra, ja, këtu po skuqen, atje, vazhdon bën lule, vdek shohën për ty, e kam dorën e mbar. Vitin tjetër, ky si vjet hiku, po vitin tjetër do bëj kofsht. Dhe them Amarildës t'i heqin këto barishtet këtu, them hik se do bëj ngroja kofsht, dhe kur më shikoni në përvlogje pastaj, me kasëm në dorë, me lopat, e punoj vreshtin. Qa të bëj? Leqëria mosha pe ka të vetën. S'do dalim me për shopping në deti ose kështu xhiro, do bëjmë kofsht, vresht. Qa do bëjmë? Më thoni jo. He, o mam, he. O burr! O burr! Ajde qik tu te balkoni, për favore. Shikoj qikëra. Shikoj qik. E ke parë bereqetin tim këtu ti? Ha? Qësh është? Ta thoj qik. Ha? O njërës. Amarildo është një person që nuk thot kur bravo. Ose po, është shumë e mirë bravo. Nuk thot asnjërë, nuk ta bën qefin asnjërë. Por nuk ka nevojë, se unë e di që jam bravo. Kur ta thora i pasaj s'do ketë më vlerë tek mua. Në gjovë që tha? Janë domate si koqemiu, se ajo është mësuar të hajnë domate zemër kau. Po tani qa të bëjmë? Jemi në Itali, kështu do t'i hajmë. Po sa më gjeshë të zoti më. Na falni për këtë fjallore, ke e themi në mënyrë shakaje. Ashto, e vadita unë domaten time. Këtu kemi limonin njerëz, t'ju tregoj qik vreshtin tim. Si që thash, këtu kemi limonin, kemi rrush, dal t'ju tregoj qik se si ju kam treguar. Atëherë, limoni ka bërë kokra, se që shikoni, por nuk dallojnë mirë tani se janë të jeshile si gjethet, por është mashallah plot. Aty kemi vë një rrush që gjasme mos ta marrim se është limoni. Edhe t'ju tregoj, këtu kemi rrush, shikoni? Shikoni? Jemi në Itali, po prap shqiptar lëku nuk na del nga. Pastaj shu qa bën shirat, korat e shpifra, na dëmtojnë bereqetin. Këtu kemi një ulli që e kemi krasitur, e kemi bërë kështu, sa Amarildo i mban për estetik, jo për kokra. Këtu kemi një qërshi që bëri një dy kokra, po kur ra një shi kështu si ti breshri e këputi e jara kokrat, dhe babi këtu e ka bërë më harku, po ta vini veshën këtu. Edhe kur të martohemi për s'dyti unë dhe Amarildo, këtu do vim ta bëjmë atë cilibrimi. Ti e duke më gjuar Amarildo tani mua do të po alë këta po. Edhe këtu pastaj kemi cep, rrush, shiko? Kur të bëhet ky do vi unë ta pres me gësherë këtu, cak. Edhe gjithashtu vazhdon rrushi këte. Ky është rrush tavoline më duket se s'ka fara. Edhe nuk e di që shquet, gjithsesi e ka bërë Amarildo në një mënyrë që mos të varet dhe mos dalin jashtë ande. Se kemi këtë pemën këtu që kësaj ndryshon ngjyra, një është flak e kuqe, pastaj bëhet si e shile, pastaj si e verdhë, si merret vesh. Edhe ky është vreshti o njerëz. Këtë vreshtin këtu kemi neve për të qenë në Itali në kurbet. Se rrova të thosha, kemi marën. Me mare jemi rritur, me mare po vazhdojmë të jetojmë, s'na u ndakje marja. Kur ikni me dele neve në mreç këtu. E kështu. Çdo gjë ka një pse. Edhe kështu njerëz, kjo është vreshti. Tani unë e di që do më bëni pyetje juve pse bëjmë bidonat me ujë tek kançeli. Do t'ja uloj juve, shkoni në komente sipas jush pse unë i lë bidonat me ujë tek kançeli. Pres shumë komente nga ju. Dhe ndërkohë pastaj aty kemi ca dru në të shkallës, ndonjëherë bëjmë zgara neve. Që Amarildo tani atë zgarën e hudhi dhe mirë bëri se lam nam atë zgarën. Edhe kështu njerëz. Këtu kemi një aloe vera që ka gjetë Amarildo në një kanal
afër plerave dhe mori se erdhi gjuna, ishte bërë tha mashallah. Dhe kjo është një zonë tjetër e bukur poshtë shkallës, domethënë. Edhe ja, këtu është tërimja, që atje e deri këthe është territori im, hym vetëm ne këtu. Tani mezi të pres të bëjnë këtë domatet, që t'ja bëj Amarilë të sallë domate dhe kur t'ja bëj pastaj do t'i them unë janë të mira, po do thërej se normale. E them unë po këto ishin ato koqemiut që thoshe ti. Okay. I ka njerët, vëdis qik lullet lartë tani tek shkallët. Hej, goca, përshëndetje. Jemi nga e mërkura, diku nga ora 4-5, mos të 6 fare. Dhe nga një ditë në shtëpi, në një outfit të thjesht, një bluzë dhe këtë fundin e gjatë, si që shikoni, jam me Arlin, Amarili si është akoma në San Mauro me Kamilën. Dhe unë tani, do filloj të bëj që këto punët e mazdites, keni parasysh kur nuk keni dëshirë dhe i lini për mazdite ku do gatuani, edhe unë tash do pastroj pak stufën dhe do filloj të gatuaj. Çfarë do bëjmë për darkë? Për darkë do bëjmë patate skuqura, sallat domate. Burri tha që do kalojnë do marrin edhe mishingji, atë do ta vënë në furrë. Sa unë thash që bënin tavë me patate me mishingji, por që nuk deshi patate skuqura. Dhe shiko ku po. Merr tabletin. Ik merr tabletin të me mamën. Edhe po, do shojmë patatet, do t'i lëmë në ujë. Dhe këtu kam disa petlla që ka për mamim dje. Unë hëngra pak sot. Me thënë të drejtën kam egzageruar qik me të ngrënë dhe kam thënë qik barg. Për mendimin tim nuk është barg, është fryrje, nga që haj shumë keq. Dje pjadin, fanta edhe e ndjej dhe vetë që po haj shumë shpifur. Por fundja behar që kështu them t'i futem stërvitjes, nuk e di se kur. Nuk dua ta them, se kur e them asnjë gjë s'bëj. Kur ta shkrej bam do të them që fillova dhe kaq. Edhe Arli mami tani do pastrojnë dhe do bëjmë për të ngrënë. Okej? Qa do ti? Do që t'japim mami qikrush? Edhe po, tani do marrë qik me vete me disa fragmente. Tani për momentin do ja parë litë rushë dhe do pastroj pa guzhinën. Pastaj do fillojmë të qojmë patatet. Të bëjmë një sallat domate. Edhe të presim Amarinë tonë dhe sot ndarke do shkoj ta marr Amarilisin, se nuk rrit dot më pa Amarilisin. Na falni për drejtimin, por e kemi dritën në ande dhe s'kemi dritë këte kemi drita dhe shtëpisë edhe jemi kundra dritë, domethënë. Por pozicioni shtëpisë kjo është, kemi çfarë bëjmë. Vazhdojmë me përditshmërinë. Keep your dream high in the quiet of the night. You know that I got it. That.
Njerëz, baba Marildo po lidh domaten. Unë e krasita qik se ishte rënduar shumë e shkreta. Edhe të shikojmë tani. U bë me dorë baba, se në fillim po më thoshte që është mashkull, nuk do bëjnë kokra. O burr, çfarë ke për të thënë për domaten time, të lutem? Asje. Asje? Shikojmë të tjera. Çfarë të tjera? Domate. O zemra, Shkundet prapë mbulesa që sive. a do mbillen më thoje? Do ti që se kam shkundur me unë, çfarë të thënë ti? Se kam shkundur me domaten. Pero njerëz faktet flasin vetë. Ja. Çfarë do të? Shiko? Qesja. Shiko? Shikojeni, mashallah bën, Ho paura che perché il lino visto Po marrë një kostum të bardhë lino njerëz dhe pas të çantën. quindi te lo metto via, ti metto Hey guys, mirëmëngjes nga një ditë tjetër. E dini sa ndjes si e bukur është kur punon ke biznesin tënd, ke 2-3 soldi, 2-3 lek mjan nga puna jote, edhe mundesh ti blesh vetes tënde diçka që ta gëzosh, pa prekur konton e shtëpisë. Edhe më bën të ndihem shumë e lumtur dhe motivon akoma më shumë që të punoj sa më shumë. Është shumë gjë e bukur. Edhe po, kam bler një komplet lino të bardhë që do t'ja tregoj. Kështu them sa herë do t'ja tregoj dhe pastaj harroj, por nëse nuk ma shikoni nëpër video, do ma shikoni nëpër foto në Instagram, që kështu ju ftoj që të më ndiqni në Instagram me emrin Alketa Marildo dhe tek Instagrami punës Amar Lile Studio. Pe një shtëpi se kam lënë mamin me Arlin. Edhe po. Lëmë si unë që kam nënën time pranë. Edhe më vjen shumë keq për gjitha të vajzat që ndodhen larg prindërve. Kursoni kam 5 minuta afër. Edhe sido që t'jetë puna nëse kam nevojë unë apo nëse ka nevojë ato, jemi për njëri tjetrin. Edhe shkojmë në shtëpi. Ja njerëz, mami kishte bler Amarile si të kte kompletin për gjumë. E provova unë, më bën mua. Tani do ta veshin dhe Amarile si po ta veshin të dyja. Ama sa e has me që ka ke bluzë sa elastike. Këto s'janë elastike, po bluzë. Ne do të tregoj çka kam marrë unë tek Markato. Këtë këmishën. Lino. Është cop lino, njerëz. 100% lino. Ja po keni. 100% lino. Edhe kutat janë shumë të bukura. Sepse kanë xhepa para se do gjë bu. dhe mbrapa, materiale, është shumë e bukur. Shumë. Pastaj do vim prapë, na do vish Edhe kjo ka etiketën e vet. Kjo është linja që i bën. Edhe po, më pëlqen shumë ky komplet linoj bardhë. Zemër, kanë na këtu. Shumë fare. Ka çunë. Ikim tani, bëjmë në një gjë për të ngrënë.